Qeveria e Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e saj të 13 në formë elektronike, ku ka shqyrtuar dhe miratuar disa vendime. Në këtë mbledhje, ekzekutivi ka miratuar projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e vitit 2026. Po ashtu është miratuar në parim nisma për lidhjen e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim që lidhet me organizimin e lojrave mesdhetare 2030. Qeveria ka aprovuar edhe projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Në kuadër të vendimeve të marra, Kabineti Qeveritar ka miratuar edhe propozimin për Kuvendin e Republikës së Kosovës të kandidatëve për 7 pozita të drejtorëve në bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. E shqyrtimi në kuvend i projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për buxhetin, sipas Eugen Cakollit nga KDI-a, është i vështirë për shkak të afateve procedurale, si dhe i diskutueshëm për ndikim elektoral që mund të ketë. Cakolli ka thënë se nëse ky projektligj i miratuar sot nga qeveria dërgohet sot në kuvend, shqyrtimi i parë mund të ndodhë më së hershmi pas një jave, ndërsa miratimi përfundimtar kërkon edhe disa javë të tjera. Sipas tij, edhe me procedurë të përshpejtuar, shqyrtimi i parë mund të bëhet vetëm 48 orë pas shpërndarjes së projektligjit, derisa shqyrtimi i dytë vetëm pas 72 orësh nga miratimi në parim.